të trupave. Madje unë do thoja që pse jo, ndoshta duhet parë mundësia që edhe si pjesë e sistemit arsimor të rikthehet edukata ushtarake, pra të trajnohet rinia, sepse kjo i shërben jo vetëm kapaciteteve ushtarake të mirëfillta me trupa rezervistësh, po i shërben në një farë mënyrë edhe energjësimit, pra patriotizmit dhe strukturimit të ndjenjës kombëtare. Kështu që nuk është e tepërt, madje do thoja ka disa vende, Suedia, Norvegjia, edhe në funksion të situatës. Zvicra e ka... Zvicra ata i kanë armët në shtëpi. Në shtëpi, edhe uniformën. Edhe bëjnë dhe zborin që... Ne duhet të arshikojmë, por shfat që jemi pjesë një aleancë, ju thatë që aleancat nuk janë përjetshme, sigurisht, sepse ne kemi qenë pjesë aleancave, kemi qenë pjesë të Traktatit të Varshavës, pastaj gjetëm një rrugë tjetër, u shkëputëm, dhe pastaj u kthyem. E gjetëm Nordin më në fund. Pra, është e drejta ajo që thatë, po ky është krahasimi që u bët, kjo është gjendja, tash jemi pjesë e NATO-s, na kërkohet një buxhet 5%, që është një barë jashtëzakonisht e madhe. Mos kemi asnjë lloj iluzioni që 5% është një sfidë jashtëzakonisht e madhe. Mjaft u them një diçka se kam qenë ministër i bujqësisë. Që buxheti për bujqësinë është 0.19% e prodhimit përgjithshëm bruto. Buxheti aktual 0.19%. I mendon ti 5% që ne do t'i japim, sepse tashmë është një vendim i marrë, është një angazhim që kemi bërë, dhe aq më tepër që nuk i shpëtojmë, se më kujtohet atëherë kur kam qenë antar i qeverisë, sa herë që diskutohej se çështja e buxhetit të ushtrisë, për tek ai 2%, Shqipëria dhe me drejt tentonte që të kontribonte me infrastrukturë më tepër, se fusnim repartet ushtarake të trashëguara. Fusnim spitalin e traumës nga civili e kalonim në inventar të ushtrisë. Gjëra në një farë mënyrë për të zbutur prekjen e buxhetit shtetit, po tashmë nuk besoj se do kemi shumë hapësira për këtë histori. Ose helikopterët e shëndetësisë i kalonim inventar të ushtrisë. Tiki Tramfi. 4 vjet do rri. Kështu që presion direkt i tij. Normale. Kështu që kjo është një diçka shumë serioze. Pas 4 vjetëve vemi tek një pikteta prap? Shiko. Jo, profesor, lutem. Është Rusia më shumë se Trump. Se po mos ishte Rusia, është Rusia që ndikon. Pse guxon Rusia luftoj me NATO? Po ky është një angazhim i marrë. Jam me një Ukrainë të mbaruar dhe po të shikojmë se kjo është ministri me shumë të drejtë përmendi 3 nga objektivat që kishte samiti i Hagës, u morë me angazhimin amerikan për të qëndruar në enit 5, dhe kjo është shumë e rëndësishme, u morë me buxhetin dhe me faktin që është shumë mirë për Shqipërinë që samiti i ardhshëm do të bëhet në Shqipëri. Por samiti kishte edhe 2 vendime tjera të rëndësishme. Për herë të parë, NATO do investohet me forcë toksore në veri të Finlandës, duke plotësuar një boshllëk strategjik, sepse Artiku ishte lënë komplet Rusisë. Pra është një lëvizje për herë të parë do vendosi forca toksore. Po kështu mori një vendim tjetër që të patrullojë me dronë dhe me avion detin Baltik për të shmangur ato që ndolli, që ndërhyn son dhe ka shumë shërbime inteligjente që thonë që ishte Rusia që kputi kablin që lidhte Finlandën me Estoninë, kablin elektrike dhe internetin. Pra realisht pati lëvizje konkrete në drejtim të Rusisë. Dhe po mos ishte problemi rus, nuk do ishte kaq i suksesshëm Trumpi që të rishte, dhe ky mund të quhet dhe samiti i presidentit Trump, për të rrequr të gjitha vendet anëtare dhe për të marrë këto angazhime që u ndërmorën. Sepse që kur u krijua NATO atëherë, metafora ishte u krijua për të mbajtur Rusinë jashtë dhe Gjermaninë poshtë. Gjermania u rrit shumë shpejt në mënyrë demokratike dhe u bë vend antar i NATO-s, dhe problem ka qenë gjithmonë Rusia. Kështu që në këto konceptim kishte argumenta nga ana e presidentit Trump që e tërhoqi të gjithë aleancën për të marrë këto. Pati edhe një zhvillim që pavarësisht se nuk ishte pjesë e agjendës zyrtare, po për ne është me shumë interes. Është deklarata e presidentit Trump në një press stop për konfliktin Serbi-Kosovë. Pra ishte një diçka shumë e rëndësishme që afekton ne, sidomos me çështjen e... Ka diçka reale aty profesor, apo është një batut narcistike? Jo. Nuk ka gjëra spontane, sigurisht ato janë dhe çështjet politikës brendshme, po unë kam përshtypjen që presidenti Trump sërish tenton të reaktivizojë marrëveshjen Hoti të vitit 2020, nuk e di në ç'nivel,